Sa do përgatisim pica? Përbërësit për picë janë krep, maja e tharmit të bukës, pak sheqer, miell, edhe vaj ulliri, këpurdha, ketchup apo salcë domatesh, ajvar sipas dëshirës, kashkavall për pica, speca sipas dëshirës, prosciutto e tymosur dhe shlëgjok shtëpiak. Për të bërë brumin, së pari marrim gjysmë gote ujë të vakt dhe i hedhim një lugë sheqerit, maja apo tharm buke, hedhim gjysmë luge krep dhe gjysmë sheqer. Këtë mas e përziejmë dhe e lejmë të pushoj për 30 minuta. Si të shihni këtu ka ardhur maja. Përziejmë edhe një herë dhe fillojmë të bëjmë brumin. Brumin mund ta punosh edhe me dorë, por nëse ke edhe në mikser në temperaturë shumë të ulët apo të ngadalësuar. Qesim majën. Hedhim edhe 2 lugë vaj ulliri. Edhe hedhim ujë të vakët. Edhe ja, brumi është gati. Brumin e lëm që të vije për 1 orë. Pasi brumi është ardhur, e marrim dhe e ndajmë në kuleç dhe vendosim në tepsi. Fillojmë dhe të hollojmë brumin. Hedhim pak vaj në tepsi dhe përziejmë. Pasi kem vendosur petën në tepsi, hedhim salcë domatesh ose ketchup, sipas dëshirës mund të hedhësh edhe ajvar, sepse jep një shije më të mirë. Pas hedhim kashkavall, hedhim prosciutto edhe shlëgjok, po ashtu dhe specat e grirë. Pas hedhim edhe këpurdhat.
Dhe në fund mund të hedhni pak rozmarin.